Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga fshati Gorishov. Është një fshat shumë i madh që ndodhet në njësinë administrative Cakran. Kur them shumë i madh, them sepse këtu realisht jetojnë shumë njerëz. Janë mbi 400 shtëpi, 400-450 shtëpi. Janë mbi 2000 banor rezident në këtë fshat. Po çfarë na bëri ne të vim nga Tirana në Gorishov? Një kronikë e transmetuar para një jave ku banorët hesnin në balt, në ujë, në lum. Edhe u habitëm se si gjithë ky fshat i madh kishte mbetur për 2 kilometra rrugë. Për 2 kilometra rrugë është kjo rruga këtu që të çon në rrugën kryesore. 2 kilometra që nuk janë bërë në 34 vite. Unë kam mbledhur një pjesë banorëve që është kjo lagja këtu që quhet lagja Dautaj, apo jo? Faleminderit. Faleminderit banorë që jeni me mua sot. Faleminderit. Tani, unë pash kronikën tuaj, pash këtë zotërin, që ankoj për punën e rrugë. Po, hapur është gjithmonë. E vetëm mbaj pak afër. Tani, ai zotëria aty që po fliste, mund vit na bashkohet. Nëse ka mendim ndryshe? Unë jam një pjesëtar i kësaj vllazërie këtu, kësaj lagje Dautaj. Ti shteti, deri më sot, unë ja ka dozuar taksat 1 për 1. Dhe në këtë fshat, për 35 vjet jemi ne këtu në demokraci, kësaj rrugë nuk i është hedhur as një karro zhavor. Zhavor po diskutojmë, se asfalt? Asfalt nuk bërë plan të fare. Ne nga ka si Somali o mik. Është projektuar për asfalt 3 hera. Është projektuar disa herë, kanë ardhur gazetat. Është matur, a? Është matur, është 2 kilometra rrugë. Pra e thash në rregull, korrekt. Në të gjithë fshatrat, ky fshat këtuja është i pa lidhur me autostradin. Po si ja bëni ju? A kalon te kjo rrugë? Apo para një jave apo 10 ditë ka dhënë një intervistë në Baltët. Po. Kanë të ngecur atje matan me makinat, me zi po nxirja makinën, koç i doj që vinë ca gazetar, më morën intervistë. Dhe neve si fshat na ka lënë si Somali o ti. Po pse ju kanë lënë? Nuk kem, nashi, ku do t'i them? Erdhe ti po të them. Vini gazetar tjetër i them. Ore deputeti zonës, i majta i djath, a i thoni kur vinë? Nuk kam problem të majtë djath. Nuk kam problem. Se ku dhja votën e di unë. Jo, nuk i thua kur vjen këtu shif rrugën. Ore kemi them, po s'na ka shikoj të njeri. E qartë. Pra e keni bërë të ditur? E kemi bërë disa herë. E kemi bërë disa herë. Ka ardhur. Pra te kanë ardhur deputet. Edhe aty në te lokali besiku dhe kemi diskutuar të punë. Çfarë kanë premtuar? Na kanë premtuar do ta bëjmë. Datë kanë lënë datë? Qa date, ku ka datë këtu? Po tani do ta bëjmë kur? Po do ta bëjmë ik, pikafen e ik. E kuptoj. Gjithë çata, ta vëllezërit e mi të gjithë. Këtë rrugën këtu në një vend ishte sikur kishin hedhur çakull. E keni hedhur vet ju atë çakull? Na prun një traktor me zinxhira. Edhe kishim ne, me gropa po të paktën s'ka isbal. Erdhi traktori Po? bashkis, ai e shkallmoi fare. Ai erdhi për ta rregulluar, ë? Neve si fshat. Shkoi pati rrugë, shkoi pati rrugë. Kjo lagja Dautaj ka mbi 100 familje. Që ka lagje madhe. Se nga 400 që është gjithë fshati 100 i ka. 100 familje. Në këtë rrugë kalon edhe fshati Vreshtasit. Që del për na vi fëmijët na bëjnë 10 kilometra rrugë, 10 kilometra rrugë për të ardhur në shtëpi. Kur janë 2 kilometra. Pse nga i bie? I bie andej nga? Vjem nga Selishta, dalim në Cakran, vim Gorishov. Që ju për pak shkoni direkt në Është 10 kilometra fikës e matur. Gorishov, nga Selishta, deri në Cakran, një Gorishov, 4 kilometra e Cakrani. Cakran Gorishov është 4 kilometra. E kuptoj. Edhe pak mbi te, po 4 i bje moj. E kuptoj. Po janë 2000 banorë. Nuk jemi kundërshtim. Na bëni si gjithë tjerët. Na respektoni si gjithë tjerët. U themi fëmijëve të hajden në Shqipëri. Po çfarë do vinë ata? Të gjithë neve i kemi këtu, i kemi tërë fëmijë në emigrim. Dhe ta fëmijë që janë në emigrim, vinë të prindrit. Po bën 10 kilometra rrugë, nuk është gjuna kjo? Për neve? Nëse vinë këtej rrezikojnë shumë? Po rrezikojnë se ngele makinat rrugës.
Po që janë me makina të reja, ku Janë me do makina vena? ku shkon do. Vjen a Greqia me makina, makina ka makinë të mirë, se atje punon ka Neve kemi vite shumë që ka probleme. jetë. Nuk Edhe kemi vjen vetëm atje, shtet. edhe vjen do të shtëpi. Ne Do kemi